Selamu alaikum, erdhëm përsëri çaj energjie. Elhamdulillah Zotit nga namuzi notës direkte si shigjet. Mashallah. E kapa veten kështu me ritëm. Selamu alaikum. Mashallah. Elhamdulillah. Që energji na duhet këtë kohë. Elhamdulillah. Tani dolëm live në Facebook, ditë ka çik me vonesë. Elhamdulillah. Jemi live në Facebook. Po, jemi live në Facebook. Fillojnë Alfred Jeshari, selamu alaikum, aleikum selam, vlla. Selamu alaikum nga Tetova, kushtrim Adili. Sot po fillojmë çik me vlla, boga i motor nuk e di, elhamdulillah që je mirë, thot boga dua për shnetin, Zoti është shpërbleft. Elhamdulillah. Vetëm na thoni mashallah se don edhe syrin ndikon vlla. Se ishim podcast kështu, ishim qetë, po kishte një aromë shpirtërore të mirë. Nga aromë shpirtërore ngela pa zon, në fol që as më kuptonte asnjë. Inshallah Zoti më bukur. Qofshim fal. Më bukur është të kapi ty se nuk kishe kap, më vazhdote prapë. Po jam po dilça vet, po ashtu, po ideja është fakti që të kapi ty problem. Se bëjsha dot. Amer Hoxholli, selam aleikum. Duket mashallah. Duket se ke fut njerëzit të afërt me çu mesazhe. Po jo. I thash, a mund të keqen babi, ma çoj mesazh. Po këtë gjoth. Mashallah Zoti i rujt. Sot kemi Elhamdulillah, selamu alaikum nga Lidemi. Sot kemi temën e Sulejmanit dhe Belkisës. Po para se të futemi këtë temë e Sulejmanit dhe Belkisës, kanë kaluar 3 net nga 10 ditë i fundit i Ramazanit. Po 20, 21, 22 na për netët po flasim, ha? Alfred Jeshari, pse nuk është bërë podcasti për fëmijën e Xhurexhit, është përmendur nga Alvisi vitin e kaluar në podcast. Për Xhurexhin. Po Allahu Akbar. Janë sa njerëz në fakt të flasë që të regojmë ne, që kanë qenë aq të mirë, aq sinqert, sa herë ti të regosh ato janë po shumë të bukura. Për shembull, si me thonë, top podcasti ka qenë historia e Jubit alayhiselam. Nga për këtë podcast po flas, pakën atë që ne përmendin më shumë ose që janë kënaq vëllezërit e motrat më shumë. Po sonte ishte nata e 23. Pra është kaluar nata 21, 22, 23. Nuk e di, ndoshta vëllezërit e motrat mund ta japin një përshtypje që mendojnë që ndonjëra nga këto ka qenë nata e Kadrit. Unë i kam, ti e di, ato sekretet e mia. Po i ke. Ti them ty, po nuk i shpërndaj derisa të jetë nata 29. Po, mashallah. Po kam një përshtypje që Zoti do të na i madhi Allah do të na zbulojë në sensin e një ideje nga njerëzit, qoftë nga aspekti i ndjesisë, qoftë nga aspekti i ndonjëndre. Besoj siç na pati ndodh para na 2 vjetësh, që ajo nana i kishte thënë nëndër djali që të takohemi natën e Kadrit, dhe ajo ndroi jetë 10 ditën e fundit natë teke. Edhe neve krijuam një ide, se Zoti e din ditën e gjykimit do zbulohet. Ne na u kriju ideja që ai vit nata e Kadrit ishte kur kjo kishte pa nëndër, se kishte pa qenë fillimin e Ramazanit. Që në natën e Kadrit ne do takohemi bashkë. Subhanallah, edhe ai vdiq në një net duke ka qenë 25 i diçka e tillë. Besoj që nga që ka pas agjerim, se çfarë ndodhi gjalla. Ka një ajet shumë prekës në Kur'an, thot beldeten tayyibatan wa rabbun ghafur. Tha popull i mirë dhe Zot shumë falës. Pra Zoti kur shef njerëzit e vet që përkushtohen me diçka, ja jep shenja të fuqishëm. Dhe këtë vit ka pas një mas njerëzish që kanë agjuru. Se cilëve Zoti ja pranoft, edhe Zoti ja shpërbleft me të gjitha të mira. Dhe kur njerëzit përkushtohen në diçka në agjërim, edhe Zoti i jep shenja. Dhe unë kam shpresë që ne do ta krijojmë një ide se kur do të jetë nata e madhërishme e Kadrit. Nëpërmjet ndjeshmërive, që sepse thot Zoti selamun hiya hatta matla'il fajr. Ajo natë është paqe derisa të vijë agimi, derisa të lindi dielli. Dhe paqe nuk kupton dhe paqen shpirtërore, një paqe në mot, pra është një lloj
as ftofët, nuk është kusht, apo po them, ka një konotacion shpirtëror të paqshëm. E herë një si vesë që ju e letë. Ato bereqetet e të madhit Zot. E rëndësishme është që më kanë fillu disa mesazhe, gjëra, por nuk do t'i tregoj sonde sepse humb kuptimi. Por kur të shikojmë se çfarë do na thojmë vëllezërit dhe motrat në vazhdimsi në këto podcaste, nëse jemi mirë edhe në madhi Zot, besoj se do ta krijojmë një ide se kur ka qenë nata. Ndaj më tepër e bukur është 10 net që fundit tani janë bërë çik kështu si janë gatruar çik netët teke sa me event tjetër janë net teke me event. Mirë është me dhënë. Edhe tani domethënë jo ka dhënë dhe bereqeti mos se atë që me not çifte mund të jetë teke, kështu që jepi zmetin maksimalisht. Prandaj është 10 netët. Prandaj është dhe urtësia e hadithit. Thotë kërkojnë atë në 10 netëshin e fundit. Sepse për dikon të shpahana në njëjtën ditë një vend tjetër e ka pa më mbrapa, pra ajo nuk lum dot jashtë 10 netëshit fundit. Kështu që inshallah dhe Zoti mos bëjmë sikur jemi të devotshëm, po mundohemi që këtë bonus të madh hyjnor, këtë bereqet të madh nga Sundusi Suprem i këtij universi që e ka dhënë për njerëzit e vet, pse mos të ishte, si sa bukur thot njëri, për mua thot ishte dje. Dhe dikush më ka shkruar data 21 thot. Një natë e qetë shumë. Thot një vëlla i liri dhe selam aleikum, thot një vëlla tjetër, unë mendoj 23-shi. I bi sot? Po. 23-shi besoj e ka për sot, nuk e di na e thot nëse e ka për sonte apo por nata 23 tek ne është sonte, inshallah Zoti. Tani vetëm pak bëj një edhe një mesazh i bukur. Mashallah. Natë e mirë thotë e Zotit është kur pendohemi dhe kthehemi te ai. S'ka diskutim vëlla. Por ndryshimi në këtë rast është që nëse kjo na ndodh natën e 4-it, atëherë Zoti edhe do fali më shumë dhe do shtoj mirësi pa shumë. Zoti ta shpërblet vëlla që na kujton për falje dhe pendimin tek i madhi Zot. Kam një pyetje që mirë është edhe nga herë dhe me usqaruse. Ne themi gjithmonë thot Hoxhë nderuar thot kur është nata e 4-it, se këtu në Itali thonë me 16 mars, do të thënë nata 27, do të thënë kuptimin e kësaj. Po pra është ajo që tham, nga që në Saudi dhe në disa vende filloi një natë përpara. Jo, thot për 27-ën, 16 marsi. Po, i bie që ti bin me në Ramazan të takojë nata 27. Po. Pra që të flitet gjithmonë në kalendar që është nata 27. Po, tani nga një herë ne themi nata 27, nga një herë kur bëjmë bisedë bashkë themi e kërkojmë atë në 10 metrin e po ajo është më mirë, kuptohet, por ne do t'i japim një shans edhe popullit ton, se ka njerëz që për arsye nga më ndryshme dhe duhet paktën e shoqërojnë atë ditë me agjërim, kur i bën si ditë fikse. Ditë në hënë, i bie që tjetë agjërim dhe që të presin natë 4. Dhe pastaj kur hyn për akşam nata, siç është me kalendarin hënor, atëherë ka hyrë nata e 27. Po, edhe argumentet forta kanë atë. Po, s'ka diskutim. Edhe ne do i themi inshallah ndaj Zotit, se ka njerëz që domethënë pyesin. Për mua thot një tjetër është sonte ka dal, për mua është sonte thot sepse ndritare më është rënqeth mishi. Pra kam ndier një ndjenjë. Kisha një parandjenjë që të njëjtën për të premten ishte nata, kur i bën të njëjtën për sonte, por 23 pas ka shumë që thon për 23. Allahu do na japi shenjat patjetër. Megjithatë, pse themi deri në 29-ën, sepse mund të ketë natë më të fuqishme, se këto të gjitha janë bekuara, sepse hyn namazi natës, hyn vepra të mira, hyn që njeriu përkushtohet më shumë. Pra çdo natë do jetë e bereqetshme. Çdo natë inshallah i madhi Zot do të na kënaq, po. Ne po themi para se të kalojmë tek Sulejmani edhe tek historia e famshme mes Sulejmanit dhe Bilkisës, që njerëzit jam shumë i bindur që mezi po e presin. Me që jemi tek pjesa e Ramazanit dhe tek veprave të mira, pse njeriu është më afër xhenetit gjatë kohës së Ramazanit? Pse veprat e mund të bëhen sebeb thotë që të shkojmë më shumë në xhenet. Jo, përgjithësi domethënë njeriu është më pranë, domethënë në Ramazan për shkak të mëshirës së gjitha është më, domethënë xheneti duket më afër se çdo muaj tjetër. Po, sepse është muaj i cili bllokon veset dhe hap dyert e virtytit. Dhe një njeri që është i tillë e ka shpirtin, zemrën, veten e tij, qenien e tij në xhenet. Për shembull, tregohet që i madhi Zot
qofshim atij fal. I thotë i Xhebrail Aminit. Po kthehemi prap ke kryengjilli që kemi fol. Ka qenë podcasti Xhebrilit. I thotë shko shikoje xhenetin. Me i kohë që ndoshta njeriu s'ishte kriju akoma, por në planin hyjnor ishte. Kjo çështje është shumë e madhe. Pra njeriu është i përkohshëm. Qëllimin e ka të madh, prandaj merr vlerë. Pse merr vlerë njeriu? Një njeri jeton 70 vjet. Universi ka 13 miliard vjet që ka filluar. Imagjino nga 13 miliard vjet çfarë jeti 70 vjet. Ti merr vlerë se është çështja jote në lidhje me Zotin, se mos ishte në lidhje me Zotin. Po, ose është kohë e shkurtër edhe është totalisht krijesa e njeriu pa vlerë. Gjithë e pemë. Si që ikin çdo vit dhe s'kthehen më kurrë. Dhe i thotë shko shikoje xhenetin që e kam përgatitur për krijesën e njeriu, për njerëzit e mirë. Dhe shkon e shikon xhenetin, e çfarë shikoj nga bukuritë e xhenetit. Shumë i bukur. Kthehet në audiencën e madhe hyjnore dhe i thotë o Zot, xhenetin e kishe bërë shumë të bukur për njerëzit. Lumsi ai që do hyj aty. Kam përshtypjen, i tha i madhi Zot, që kushdo që do dëgjoj për xhenetin do hyjë në xhenet. I thotë Zoti i gjithësisë, i gjithdijshmi. Se Xhebraili e kishte kufizuar informacionin, dijen. I tha shko shikoj edhe herë. Kur shkoja pa prap xhenetin, që dera e xhenetit ishte vendos tani veprat që duhet bënte njeriu me hyrje në xhenet. Aty që xheneti ishte falja, ishte agjerimi, ishte zeqati, ishte udhëtimi për në haxh, ishin ibadetet. Dhe duke e ditë Xhebraili natyrën njerëzore, u kthye dhe tha o Zot, i pash tha tani obligimet që me hyn në xhenet, kam frikë se aty s'do hyj asnjë. Pra, gjatë gjithë jetës ne, jashtë Ramazanit, nëse ne nuk kemi fare të përkupuar, atëherë nuk kemi shumë perspektivë për në xhenet. Nëse i lëmë anash ibadetet dhe adhurimin ndaj Zotit gjithësisë, siç do e shohim nga Sulejmani, një perl njeri. Gjithë bota ju nështrohet, ai ju nështrohet e Zotit më shumë. Xhebrail tha shko shikoje zjarrin e xhenemit. Dhe shkoi e pa zjarrin e xhenemit, i cili ishte shumë problematik. Zoti na ruaj. I thotë mbasi vjen, i madhi Zot tha shumë problem ishte. Mirë për atë që bëhet pjesë e saj, po unë jam i sigurt, tha Xhebraili, që kush do dëgjoj për të asnjë s'do hyj aty. Me drejt valla. Si më thon sot është i zjarr atje, ku shko me hyn zjarr? Minimumi i logjikës nuk ta lejon. Shko shikoj edhe herë, i thot, sunduesi suprem i këtij universi. Shkon edhe ishin vendos pasionet, epshet, veset. Se me që më pyetën valla. I shikon Xhebraili duke e ditë natyrën njerëzore, siç e kishte shpjeguar Zoti, kush do ishim ne, ja këto që jemi, me të gjitha kompleksitetet e qenies tonë, kur i pa pasionet aty, veset, epshet e këqija, se si të rreqin ato me magnet, dhe se sa i fort duhet të jesh, edhe në shoqëri që këto vese janë kudo. Erdhi, i tha, po tani, i madhi Zot, po tani, tha, o i madhi Zot, tha, nga ato që pash aty, kam frikë se asnjë s'shpëton nga zjarri i xhenemit. Pra kjo është një transmetim që e thot pejgamberi alayhis salam ke muslimi. Pra është transmetimi sakt. Që tregon që në Ramazan ne jemi më afër xhennetit, sepse në Ramazan shpresojmë edhe ato që na ndjekin, që janë më afër virtytit, dhe janë më afër namazit, dhe janë më afër adhurimit të Zotit, janë më afër lutjeve, janë më afër namazit të përkushtuar, janë më afër zeqatit që mundohemi gjithë ta japim muj të mallnushëm të Ramazanit, dhe kjo të bën ty që të kesh veprat, se xheneti është merit. Pra duhet të bësh vepra që ti bësh sebeb me hyrje në xhenet. Duhet të plotësosh kriteret. Siç plotëso kriteret për të hyrë në NATO, plotëso kriteret për Bashkimin Evropian, duhet të plotësosh kriteret për në xhenet. Dhe kjo është merita e muajit Ramazanit. Nga një pyetje blindi pyetje tjetër. Po të hym them një histori se na shkon 15 minuta. Vetëm këtë du si pyetje. Kush është i vërteti? Si personazh, njerëzit gjatë Ramazanit apo jashtë Ramazanit? Pra unë si lir, ku jam i vërtetë? Është shumë komplekse kjo.
shumë komplekse, sepse ma ke bërë pyetjen rasti kaloi. A ndikon vendi, a ndikon logjika, a ndikon situata, a ndikon natyra. Pra, prandaj është gjykimi i të madhit Zot. Nuk mund të thush për një njeri është ai i Ramazanit, është ai jashtë. Ai është po ai. Por në Ramazan i krijon kushtet më shumë. Pse? Po sepse Zoti e ka kriju. Për te asaj Zoti vetë këtë lloj adhurimi që bëhet në Ramazan nuk kërkohet jashtë. Dhe njerëzit çfarë bojnë? Edhe ne. Hajde të sforcohemi një muaj. A do të ditë kush ishte i vërtet? Pejgamberi alayhis salam në Ramazan në Miraxh e kishte gjithë jetën. Ai është i vërtetë, por ne nuk them dot gjë. As për ne dy, as për ato vëllezër modra që na dëgjojnë, edhe për muslimanë në botë. Pse? Ditën e gjykimit do kuptohet a ke qenë ai i Ramazanit apo ai është Ramazanit kur ta shohësh veten, on xhenet, on xhenem. Shumë i saktë. Flasim dot vëlla. Atëre Hudhudi vëlla. Hudhudi, aty po hem direkte. Tani Hud e kemi lënë që po unë do ta përsëris vetëm kështu. I tha Hudhudi, i tha unë do e dënoj nëse s'vjen dhe erdhi dhe i tha. Këtë dëshoj të them, fillon pak më parë. Unë kuptova atë që ti nuk je i njohur. Dhe të erdha nga Sebei me informacion sakt. Pse ka vlerë kjo se do të përsërisim dhe gjë. Unë e gjeta një grua thotë që i sundon ato popullin e Sebeit. Dhe asaj i është dhënë fuqi e madhe çdo send. Dhe ajo ka edhe një arsh madhështor. Kisha të fol me Hudhudi, pra për kufizime të frikshme, se me Sulejmanin s'flitet dot nivel të ulët vëlla. Sulejmani i biri i Daudit i ditë gjithë gjuhët e botës. Fliste me gjithë krijesat, nuk mundi flitshë atij në mënyrë të rëndom, nuk lejonte, s'kishte shanse. Edhe Hudhudi mande nivelin që kërkohet. Madje thotë pash popullin e saj se adhurojnë diellin dhe jo Allahun e Madhnueshëm. Pra diellin dhe jo krijuesin e diellit. Dhe djalli ju a kishte hieshuar atë veprim tyre dhe i kishte shmangur për rrugës së drejtë. Prandaj ata nuk po gjejnë udhëzim. Pra s'po gjejnë udhëzim, jepi jo Sulejman udhëzim. I kishte shmangur thot adhurimi i diellit për mos ta adhuruar Zotin e vërtet, i cili nxjerr në shesh atë që është nxjerr në shesh çdo të fshehet në qiell dhe në tokë. Prandaj s'po fjalë për i shpend thjesht, Zoti e di çka ka qenë Hudhudi. Nuk ka i koment sakt për mu. As dron, as satelit nuk është, se me këtë folur ishte nivel shumë i lartë. Thot ato adhurojnë diellin, edhe nuk adhurojnë Zotin që i ditë fshetat e qiejve dhe tokës. Pra Hudhudi njifte kuantikën, fizikën kuantike vëlla, atomet që ishin në univers, nuk po flet më vetëm për tokën, fliste për qiejt dhe për tokën tani. Dhe din thot Zoti fshetën në qiell dhe në tokë dhe atë që e hapni, dhe atë që e zbuloni, dhe atë që e mbani fshet. Po. Allahu është një dhe një i vetëm. Hudhudi i thot Sulejmanit, dhe ato nuk e dishin që Allahu është një dhe një i vetëm që e meriton të adhurohet. Dhe ai është Zoti i Arshit Madh. Belkis arshin e madh tani flet për arshin e Sundusit suprem të universit. Kisha të folur, prandaj thash kisha qejf ta thoja prap, qa i thot Sulejmani? Qa tham dje, tham mos u bo musliman naiv, të gënjen, me cilin unë ulesht ka gënyu, o të ka marrë në i borgj, o të ka mashtru me në i lek, jo, Allah. Motër nderuar, jo, musliman është sinonim i zgjuarësis, i musliman do të thot i mençur, musliman do të thot i vërtetosh gjërat, edhe në të pozitive dhe negative, Allah. Qa i thot që e tham dje ne, kale se në ndhur, as-sadaqta am kunta min al-kadhibin. Do ta shohim thot. Prit, fjalët janë të bukura, ka njerëz, vëllezërit e Jusufit bën bukurit më tu qajt me mashtru babën e vet. Tha, në rregull, fjalët i ke perl, prit tjerë, ta vërtetojmë atë që po thua. A është e vërtet apo ti po më gënjen mua? Se mund të kesh marrë lajmin që un jam i mërzit dhe i hidhur. E ka thirrë atë që shkronte letrat mbretërore. Edhe i ka shkruar një letër Belkisës. Se i tha është një grua që është kryesorja e cila e drejton këtë popull. Tha, çoja këtë letër që i kam shkruajt dhe vendosja në një vend që ajo ta shikoj dhe ta lexoj, pastaj shko tërhiqu në një vend edhe shiko çfarë po bisedojnë ato. Pra, e tham, tani po im në historinë e asaj që nuk e përmendëm dje. Sulejmani tham ishte shumë para popujve të tjerë. Kishte dituri çfarë bisedojnë ato atje dhe ato nuk kishin dituri çfarë bisedon ky mbretërinë vet. Dhe shkon
Hudhudi ja vendos në dhomën e saj personale Belkisës dhe merri pozicion që nuk e dalloi dot. Pra, pse thash nuk është as dron në kuptimin bashkëkohor, se duhet se po se ktheve Kur'anin bashkëkohor, më mirë ik vëlla rri me në mal, lexo Kur'an pa e kuptu. Një problem i madh i hoxhallarëve në botë sot, nuk po flas për ndrojet shqiptare, është që flasin gjëra të çuditshme që nuk e kanë pru Kur'anin në kontekstin e kohës. Kurse bjen Kur'anin në kontekstin e klasës shkollës jo shoqëria, ka bërë gabim të madh në Islam. Dhe Hudhudi qëndron i fshehur për të pasur çfarë po ndodh. E merr Belkisa, e lexon edhe mbledh gjithë elitën që kishte, se letra ishte dridhëruese. Mbledh ministrat, mbledh komandantët e ushtrisë, mbledh shkencëtarët, dietarët, filozofët që e kishte, se bëhet fjalë për i popull dhe njihet edhe në histori. Po të shikosh historinë e popullit Sebeut, njihet jashtë teologjisë. Është në pjesën e Yemenit një popull shumë i fuqishëm i të kaluarës, njihet edhe në histori përveç që është përmend Kur'an. Dhe i thot Paris komandantëve, ministrave, filozofëve, mendimtarëve që kishte. Thot më ka ardhur një letër e madhe. Dhe Belkisa ishte shumë e zgjuar, kishte disa cilësi, e zgjuar, e mençur, nuk u nxitonte dhe ishte mbretëreshe bukur, normal. Tani ato të gjithë me dëgju. Innehu, i tha ato çfarë letre bëhet fjalë? Innehu min Sulejman, innehu bismillahirrahmanirrahim. Kjo letër ju vjen nga Sulejmani me emrin e Zotit gjithëmëshirshëm, mëshirplot. Kjo letër, vëlla, çka kishte kjo letër? Se Zoti jep esencën në Kur'an. Kjo kishte 3 parime letra. 3 udhëzime. 3 sqarime. E para i tha adhurojnë diellin, kishte sqarimin e të madhit sot. Fillote me Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Zotit gjithëmëshirshëm, mëshirplotit. Ne kemi thënë që çdo sure Kur'ani fillon kështu, përveç surës Tobe. Dhe Zoti do me tregu që në fillim kush është ai? Ai është i gjithëmëshirshëm, mëshirploti. Faleminderit i madh Zot që ka qenë shumë i mëshirshëm dhe i mirë, se ne përfitojmë nga mëshira dhe falja e tij. Bismillahirrahmanirrahim, la pjesa parë, e cila tregon për pjesën e Zotit, i ka fol se kush është Zoti, çfarë pozicioni ka dielli ke besimi që ne besojmë, dhe i ka bërë thirrjen islame. Por duke e mbështetur ku? Sa i mund t'i thote Bismillah me emrin e Zotit, ndëshkuesit gjithfuqishmit. Jo, ai ka bërë thirrje islame ashtu siç duhet, duke i përmend mëshirën e Zotit, faljen e Zotit, begatitë e Zotit, krijimet e Zotit, mirësitë e Zotit, që njeriu të afrohet tek e mira. Edhe është shumë e çuditshme vëlla, si disa njerëz rrin larg Zotit kur çdo të mirë e kanë prej tij, siç do, se s'do të zgjatëm ke kjo, se është pjesë e asaj që do flasim. E dyta, fela ta'alu alej. Koncepti i dytë i letrës ishte ndaj meje, po ju flas shumë mirë, po ju sqaroj, po mendje madhësi mos mbani se nuk e duroj. Un jam Sulejmani që më ka dhënë Zoti i fuqi që ju se përballoj dot. Mendje madhësi mos mbani mua. Un nuk i du mendje madhët. Pra i jepte shenjë Belkisës se kjo letër kishte edhe gjë. Ai ishte Hudhudi duke e dëgjuar. Pra ishte edhe provokim, me pa deri ku shkojnë. Se duhet me e pa mirë. Pra e dyta ishte që un jam më i fuqishëm se sa ju. Mendje madhësi, wala ta'alu alej. Pra mos filloni ngreni ushtrinë të bëni diçka, sepse un po ju flas për të gjithëmëshirshmin. Duaj që ju të udhëzoheni, edhe du më të mirën për ju, por mendje madhësi nuk e duhet, se jam më i fuqishëm se sa ju. Wa atuni muslimin, po të vini për paqe. Vini për paqe është që të vini drejt koncepteve që po ju thrasun. Edhe e provokoi me këtë letër, pra e para i sqaroi Zotin, e dyta e provokoi situatën çfarë do flasin, po Belkisa ishte shumë e zgjuar. Belkisa ja kishte dhënë Zoti i zgjuarsi, me të cilën ajo dinte të reagonte. Si ishte muslimane vëlla, po ishte e sinqertë si natyrë. Ishte e mençur, e kishin edukuar shumë mirë për t'u bërë mbretëresh. Dhe ajo i thirri këto dhe i tha, ç'a mendoni ju me këtë letër dhe me këto parime dhe me këto sqarime dhe me këto gjëra që shkruan? Ato direkte vëlla thanë se i tha unë nuk do bëj as i veprim, as i përgjigje s'do kthej as i gjë derisa ju të mipni variantin e juaj. Ato vëlla folën ushtarakët në fillim, komandantët e mëdhej. Thot Zoti, ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadid. Ne jemi shumë të fuqishëm, ushtarët i kemi shumë të rrept. Por ne po presim të na japësh ti urdhër. Por Belkisa ishte e zgjuar.
Tha, paria e kësaj mbretërie, dëgjoni, tha, mbretërit e tjerë, nëse janë më të fuqishëm se ne, siç thuhet në letër, kur të hynë neve që të na pushtojnë, a di ç'a ndodh? Populli mbetet po popull, vetëm ndrohet mbretëria dhe elita, ne që jemi të parët, bëhemi të fundit. Kupton sa e zgjut? Se po populli, pe ke parasysh, nëse o i mirë mreti që mos na vras. Se nuk e kishin iden ato kush sa e zgjut, nuk u nxitonte që po ne jemi të fuqishëm, ushtria gati, nuk mund të edhe drejtosh dhe ti jesh në vriku madh, se bën pastaj dëm shumë, jo vetëm për vete dhe për elitën, po edhe për popullin. Kështu thot veprojnë. Po unë do të ndjek rrugë tjetër, i thot Belkisa, unë do t'i dërgoj këtij mbreti, pa e ditë kush është Sulejmani me detaje, patjetër që i vunin lëvizje të gjitha për t'u informuar, po vetëm se kishte i problem valla. E di kush ishte problemi. Kjo vunin lëvizje shërbimet e saj, Hudhudi nuk u ndante aty duke dëgjuar çdo detaj, pra ishte shumë përpara Sulejmani në qytetërim, në zhvillim, ja kishte dhënë madhi Zot, ja hapi për duas që tham valla. Dhe tha unë do t'i dërgoj këtij mbreti dhurata të shumta për të pasur ç'a natyre është. Pra mbretërit në atë kohë, edhe sot, politika provokon, shikon nivelet e njëri tjetrit derisa sa merren vendimet. Gjithmonë ka ndodhur, po ndodh aktualisht, edhe do të ndodhi gjithmonë. Në kohë që çoj njerëz për të marrë informacion, lëvizi gjithë, ushtria filloi të përgatitet për një ditë keqe, në të njëjtën kohë bonte edhe gjë tjetër, i dërgoi Sulejmanit alayhis salam dhurata tepër të çmuara, me diamant, me florim, me ar, me gjëra të shtrenjta, me ushqimet më të zgjedhura, për dy arsye. E para për ta parë që ndoshta ky kënaqet me këtë dhe mbaron kjo histori, po japim ca lekë edhe ta mbyllim, po e dyta, ato njerëz që dërgonin këtë pasuri ke Sulejmani si dhurat, shikonin se kur hy për t'i dhënë të parit, shikon edhe situatën që është vëlla, nivelin që ka. Dhe hyn ato dhe çat shikojnë ishte tjetër gjë. Sebein atko ishte shumë e fuqishëm, po Sulejmani Zelami ja kishte dhënë madhi Zot. Dhe për ta testuar se a lufta u bote për dhuratë apo bote për Allahun. Për dynja, aty thotë bismillahirrahmanirrahim, pa dhe kjo s'besote, si nuk besote Sulejmani Hudhudin, as kjo s'besote asgjë, se me i letër dhe s'kishte faj. Pra ndërgoi dhe informatorët brenda këtyre që sollën dhuratat, kishte informator, kishte njerëz të mençur që e kuptonin qytetrimin me i çast. Dhe ato kanë një realitet tjetër. Kur donte Sulejmani vllai dashur me ndërtu një qytet tër, me ndërtu gjëra të mrekullueshme, urdhëronte xhindët dhe shejtanët që janë më të fuqishëm. Pra ishte komplet diçka tjetër. Dhe ato u emocionuan shumë kur shkundja vendosën Sulejmanit dhe i hapën flori, are e kështu, Sulejmani u mërzit. Tha, a dëshironi ju të më mashtroni mua me këto gjëra? Dhe nuk i qekeni përgjigjur mesazhit që u collon ke bismillahirrahmanirrahim. Tha, ajo që më ka dhënë Zoti im është shumë më e madhe se ajo që keni sjell ju. Merreni me vete dhe ktheheni, se unë do t'ju vijuve me një ushtri që ju se përballoni dot. Dhe çaj tha, sa ka të bëjë informacioni. Qofse e shef kontekstin, tha, do të vi me një ushtri të madhe që ju se përballoni dhe unë do t'ju nxjerr juve prej saj dhe ju që jeni të mëdhej do t'ju bëj të vegjël. Se e dite se i kishte thonë Hudhudi që ajo e ka fiksim, sa ai shumë e do pushtetin dhe pasurinë, sa gjëja parë që tha ishte, po neve nëse humbim luftën, unë e haj e para, se po e them popullorëshe. E kupton valla? Sa interesant. Dhe Sulejmani e kishte këtë njohuri. Dhe kjo e çonte përpara. Tha, unë do t'ju vi juve me një ushtri, e cila ju e shihni edhe vetë se i tregoj gjërat më të fuqishme të qytetërimit vet, dhe ju e shihni që nuk e përballoni dot atë. Dhe këto kthehen, edhe ishte udhtim, kishte kohën e vet. Dhe kthehen me të gjitha pasuritë ke Belkisa. Dhe kur ja kthehen mbrapsht, kjo ishte shenjë shumë e keqe. Po i tha çfarë gjetët? Dhe ajo i tregoi që qytetërimi ishte shumë i madh. Po thuaj se gjitha krijesat i tregon gjëra të çuditshme, valla, siç ishte Sulejmani, se dhe ato pyetën njerëzit, shikonin, morën informacion tjetër, kishte dërguar Belkisa për të marrë. Dhe e panë që dallimi ishte themelor, nuk kishte asnjë shans ta përballojë Sulejmanin alayhis salam. I thanë ato, është 100% e humbur lufta, sepse ai kishte këtë dhe i tregojshin për fuqinë që i madhi Zoti qofshim atij fal, ja kishte dhënë Sulejmanit. Hudhudi këtë punë kishte. Kur ja tregojnë të gjitha këto Belkisës, Belkisa vllai i dashur merr iniciativën, se me dhuratat nuk heci. Atëherë ishte koha që mbreti me mbretëreshën takohen përballë. Pejgamberit madhit Zot rinte atje si kompetenti i madh i botës në atë kohë. Si tham,
Me Sulejmanin Zoti i prishi raportet. Me Musain i prishin raportet në kuptimin i humbi ligjet duke i fol drejt për drejt. Gjithë i kishte dërguar Xhebrail Aminin. Me Musan foli vet. Çdo kush lind nga baba dhe nëna, Isai lindi nga nëna vetëm, bëu dhe ajo u bë. Pra në disa raste i madhi Zoti i thyn ligjet e veta si Ibrahimin me zjarrin e me radhë, si Nuhun që përmbytja nuk i bonte dot asgjë, sepse anija që kishte ndërtuar mbronte i madhi Zot. Ti në shikimin ton i thot, çdo gjë tjetër do të shkatërrohet. Ha? Në disa raste Zoti i thyn ligjet që i ka vendosur po vetëm me tregu që ata asgjë se kufizon. Ligjet na kufizojnë neve, po jo sundusin suprem të universi. Në kohën që Belkisa vendos që unë do të shkoj të atakoj Sulejmanin vet, Sulejmani e merr vesh pa u nis ajo. Çfarë i kishte mbet i gjon mend kur i kishte thonë Hudhudi që ajo ka fiksim fronin. Kishte i fron valla shumë të bukur Belkisa që kur ulej aty ndjej femra më e lumtur në botë. Dhe ishte me vërtet i zbukuruar te i mase. Krenaria e atij që ka pushtet. Në kohën që Belkisa niset, Sulejmani kishte një uri. Çdo gjë në tokë nuk lëvizte pa diturinë e tij. Dhe në kohën që Belkisa niset për të atakuar Sulejmani, Sulejmani ulet në mbledhje. Që sa shumë e kishte ngreti i madhi Zoti qofshim atij fal. Ulet edhe thot Belkisa është nisur për të na atakuar. Inshallah i madhi Zoti ju udhëzon në Islam. Shikoj kishte qëllimin. Pra, pranoi të atakoj, ta pres, vetëm e vetëm që t'i flasi për Islam. Dhe atë që i kishte shkruajtur letër t'ia shpjegonte, por Sulejmani ka qenë shumë i zgjuar. Edhe në Bibël është historia jo kaq e detajuar, është historia e Belkisës me Sulejmanin. Edhe në Bibël e gjen, po jo në këtë format që e ka përshkruajtur Kurani famlart. Dhe në mbledhjen e madhe që bën, siç e bëri dhe Belkisa, kishte njerëz shumë të dijshëm, kishte shkencëtar, kishte prej xhinëve në nivelin më të lartë fuqisë që quhen ifrit. Dhe Sulejmani i drejtohet dhe i thot, Belkisa është nisur për arë për të në atakuar. Kush ma sjell fronin e saj pa arrit ajo këtu? Imagjino për çfarë flitet, çfarë kishte bërë Zoti me këtë njeri. Dhe ngrehet thot njëri nga ifritët, nga xhindët më të fuqishëm. Thot, o Sulejman, ma jep këtë mundësi mua, ti e di që jam besnik dhe unë të përgjigjem, se e kishte tregu veten. Sa ti të ngrehesh nga mbledhja jote, taqumu min maqamik, sa të ngrehesh ti nga kjo mbledhje, sa do ta zgjasësh ti dhe ngrehesh ti e ke fronin këtu. Tha s'ke bërë gjë ti. Ajo që më ka dhënë Allahu është më e madhe. Është shumë e vonuar kjo që po thua ti. Tani u fotë fjala 30 sa 1 orë, 2 orë mbledhje për drejtu botën në atë kohë. Sa 3 orë, 4 orë, pa rëndësi ka. Kur të mbaronte do e shifte fronin e Belkisës, që ajo e kishte mbyll, aq fiksime kishte mos t'i merrte dikush në i xhevair aty. Thot Zoti i gjithësisë, kur don me ta hap vëlla. Thot dhe ai që kishte dituri prej librit. Dhe këtu ka komente, po ne do e themi drejt për drejt. Ai që kishte dituri prej librit tha Sulejman, unë ta sjell tha fronin e saj sa ti të hapësh dhe të mbyllësh syt. Pra, siç e kemi ne, hap edhe mbyll, froni do ishte aty. Dituria, thojnë disa. Ky person se thot ilmun min el kitab, ai që kishte dituri prej librit. Ishte njëri aty që dite emrin e 100 Zotit. Pra Zoti i ka shpall njerëzimin 99 emra dhe cilësitë e veta. Është emrat ka pafund, po një që është i madh shumë është një emër i 100 që po u lutë me atë emër pranohet në çast. Disa të tjerë ka thonë shkenca ka qenë shumë lart. Sot njihet me emrin vëlla teleportim. Të teleportosh sende nga një vend sekond me shpejtësinë e dritës në vendin tjetër. Kjo sot është pothuajse jo e pamundur, po edhe shkencërisht ka vetëm teori. Kjo gjë, sipas mendimit tim, do të realizohet dhe do të vërtetohet ky ajet minimumi 100 deri në 200 vjet, nëse edhe inteligjenca artificiale ecën me këtë shpejtësi që po ecën. Ne do kemi ndruar jetë, por nëse vazhdon me këtë ritëm shkenca, mbas 100 deri në 200 vjetësh mund të teleportohet një send nga një vend në vendin tjetër me shpejtësinë e dritës siç ka ndodhur me Sulejmanin. Ilmun min el kitab komentohet edhe që ishte Sulejmani vet, që kishte dituri nga libri sepse Zeburi i kishte zbrit babës vet. Dhe çfarë në vëlla që është më e rëndësishme se sa kjo? Më e rëndësishme se sa kjo është që i tha atij po, qofse po flasim që ishte aty një shkencëtar ose një që ditë emrin e 100 Zotit, i tha po dhe në sekond felem ma istaqarra indehu qal. La pa hapë myllë si sa i ka thonë po e du
Kjo është shpejtësia e fuqisë që më ka dhënë Zoti, falamma istaqarra indahu qal. Sa ju përqendrua aty direkt i ka afroni vëlla në mënyrë me shpejtësinë e dritës, në sekond, se shpejtësia e dritës është sa hapë mbyll syt, 300.000 kilometra në sekond vëlla. Shkon e vjen. Ma e shpejtësia më e madhe që njihet deri sot është shpejtësia e dritës. Dhe sa i ka thonë atij po, e ka pa afronin djathën e vet. E ke parasysh vëlla, është i gjosh shumë larg dhe tim çaste shef këtu. Sot nuk është realizuar vëlla akoma dhe ky është Kurani famlar, i cili deri në kiamet do t'i ketë to brekulli brenda dhe kur vërtetohet Kurani bashkë me të. Pse e them këtë? Se ka i ajet të fuqishëm. Ka i ajet që sqaron goxha, ka i ajet që neve na jep idenë deri ku do shkojë kjo botë. Thot senurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Do t'ja bëjmë të qarta argumentet njerëzve të mi thot, do t'ja bëj të qarta ti shikojnë argumentet e mia në qej dhe në tokë derisa të binden që ky Kur'an është i vërtet. A nuk mjafton Zoti o Muhammed si dëshmitar i çdo gjëje? Valla, me këto shpjegime shkencore që janë sot, edhe ajo që do të vi, do të shpjegoj dhe do të qartësoj njerëzimin, jo për Zotin, se për Zotin është e mbaruar, 90% e botës beson Zot, do të shpjegoj qartë këto perla që po flasim ne të Kuranit. Kur njerëzit të teleportojnë sendet që sot duket e çuditshme si me milingonën që folëm dje, dhe kur ta shohin një gjë nga Amerika në çast jetë këtu, do i kujtohet kjo e Sulejmanit. Por për mendimin tim, aq njohuri sa shohun perspektivën e shkencës don minimumi 100 deri në 200 vjet. Po shife çfarë është e rëndësishme vëlla, që vlen më shumë se sa teleportimi i sendit. Falamma istaqarra indahu, sa u përqendru direkt e erdhi aty çfarë tha Sulejmani. Qala hadha min fadli rabbi. Kjo është kryesor, kjo është më e madhe se sa teleportimi një sendi. Qoftë dhe arshi edhe froni një mbreti. Sa vëlla e ka pa këtu, ishte mrekulli në fakt. Tha, kjo është mirësia. Këto janë përkëdhelimet, këto janë lutfet, këto janë mirësit, këto janë begatit, kjo është kujdesi i Zotit për mua. Këtu vëlla do të më qëndroj musliman dhe muslimane. Për Zotin është gjë shumë jo e mirë që t'jetosh. Allah zgjosh mëngjes. Dalësh t'jetosh, të kënaqesh, të lumturohesh, e mos thush herë faleminderit Zot. Wallahi është gjinaf i madh. Pejgamberi jon thoshte gjithmonë pasha atë që shpirti i tij është në dorën time. Të ka dhënë jetën vëlla, të ka dhënë shpirtin, të jep mundësi të lëvizësh. Edhe ti nuk thu për asnjë gjë faleminderit. Këtë e kam mirësi për Zoti. Di çfarë urren Zoti? Të t'jap shumë e të bësh si mendje madh. Të t'jap shumë dhe ti t'i përdorësh për t'i shkelur robërit e tij. Të t'jap shumë e të kërkosh dhe më shumë dhe ta harrosh atë që t'i dhuroi. Sulejmani ishte me gjithë të pushtet që po flasim, dhe gjoja parë që ka thonë, tha, qala hadha min fadli rabbi. Tha, kjo që më ndodhi mua, se do jepte leksion dhe atyre, ishte pejgamberi i Zotit, tha, kjo që u realizua tani është nga mirësia e pushtetit që më ka dhënë mu Zoti im. Kjo ishte thot dhe një sprov. A do të falenderoj apo do të bëhem mendje madhe dhe do të mohoj? Kush falenderon e ka bërë për të mirën e vetes tij, dhe kush mohon Zoti është i panevojshëm. Dhe e kishte frojnë Belkisa ishte akoma rrugës. Për çdo hap që ndodhte Hudhudi i tregonte ku është. Kur arriti vllai i dashur në kufit e pushtetit që kishte Sulejmani, ç'a ndodhi? Zdilte Sulejmani me prit njëri vlla. Jo. I nxori parin dhe vetë shkojnë në pallatin mbretëror. Që Belkisa ta takonte, masi ta kuptonte kush është. E ke parasysh e merr në një let vlla kur e takoi që se di kush është. Kur merr vesh kush është dhe e dim pushtetin që ka, pasurinë që ka, atëherë ti fillo kur takosh të kthjellohesh tamam. Dhe Sulejmani i nxori parin për ta prit Belkisën, kuptohet me respekt, kuptohet gjithmonë me niyetin që ajo të bonte muslimane për të bërë gjithë populli sebes musliman, por nuk e takoi vet. Ato e morën dhe e shëtitën. Kur të vitha ke froni, ndryshoja një pak dhe ta shohim ne këtë femër, tha, a është nga ato të sinqertat që udhëzohet apo është nga ato mendjemdhaja dhe gënjeshtaret që është jashtë rrugës totalisht madhit Zot. Nëpërmjet informacionit që do merrte për fronin, ashtu do e trajtote kur ta takote. Allah, muslimani do të më qeni zgjodh dhe muslimani Allah. Ka i ko Allah muslimani të shajt në Facebook Allah është. Edhe në Instagram, wallahi potezesh me këtë Kur'an, po është niveli i lartë vllai logjik, sa herë thot, a nuk logjikoni, a nuk mendoni, a nuk taj me fronin, pra shikon të udhëzimin. Valla ne duam udhëzu një akoma vishmi çuditshëm valla. Ne duam të udhëzojmë
dikon edhe i flasim ashpër. Shive gjithë kjo strategji që ajo të bonte se ishte mbretëresh. Donte me ditë a është e sinqert apo do gënjej edhe për fronin e vet. A është njeri që kupton apo është njeri që çfarë argumentesh ti japësh se nuk mbush vëlla. Ne nuk studiojmë një person para se ne flasim çuditshëm vëlla, sikur kemi ardhur nga planet tjetër. Sikur jo ju udhëzu me Kur'an, po sikur s'ke kapi libër herë me lexu me dorë. Dhe ne më vend se ta nderojmë Islamin e turprojmë vëlla. Edhe Ramazani këtë mirësi ka me kuptu se si pejgamberët mbretër kanë drejtu botën më i dashur. Edhe ja kur i tregojshin për ndërtimet, për bukuritë e jashtëzakonshme, shkon ke arshi. E kishin ndryshuar fronin pak dhe tani po prishin, a udhëzohet kjo që ti themi Sulejmanit? Pra është e sinqert kjo me thon po që është froni im? Apo kjo s'ka pik në turpit dhe gënjen si është një pjesë e politikanëve që asnjëherë s'kan ndërmend me fol drejt. Pra nëpërmjet kësaj e teston të psikologjinë se si ti fliste kur të takote për darkë në pallatin mbretëror. Kupton vëlla për çfarë niveli po flasim? Që i vite fronim çast, i kishte gjithë shejtanët xhindët, kuptote se çfarë po flet Milingona atje, i folte me Hudhudin, shpendet i bëjshin hijet kur ishte vap. Edhe botë i dua Zoti ja kthete botën si të dot në ky. E mendjen e shpirtin e kishte me thon faleminderit Zot qof shafal dhe gjithmonë thoshte kur them elhamdulillah, faleminderit o Zoti i gjithësisë, është më e mirë se sa gjithë pushteti që kam. I than si o Sulejman vetëm i fjalë, po thotë se kjo është fjalë që do ngelin në botën tjetër e përjetshme, kurse pushteti im do shkatërrohet një ditë. Ishte i qartë se veprat e mira ngelin të përjetshëm siç ka thënë Zoti. Kur po kalonin i pajo u mahnit kur ngeli vëlla se ishte turp i madh. Ajo fronin e kishte pasion të madh se ishte simboli i pushtetit, e kishte mbyll që mos t'ju afrote njëri dhe i than ato qile, ky është arshi jot, ky është froni jot. Tani ato prishin thote për shembull po. Thoshin që ka e sinqert. Thote jo, që ka gënjeshtare. Dhe ajo ishte e vështirë, po si tham, Belkisa ishte shumë e zgjuar. Ka dhënë një përgjigje diplomatike të niveleve nga më të larta që është thënë ndonjëherë nga një mbretëresh ose politikan. Ka thonë, as është e imja, ka thonë, as jo që me gënjy. Ka thonë, ke ennehu hu. Tha, është froni jot ky, tha, si tjeta i vetë. Pra, as po, as jo. Si tjeta i. Pra, i përngjason, po thuj se ati, po as jo, as po. Dhe i çojnë lajm Sulejmanit që i nderuar pejgamberi i Zotit, kjo nuk gënjeu, ka shpresa për të udhëzu, po është tepër e zgjut. Por kishte ra, ta them me popullor që nusta. I ditë e gjithë gjuhët e botës, kishte një uri, ditë me shpjegu të madhin, Zoti qofshim atij fal. Kush e shpjegon më mirë se ai që i kishte pas shenjat e pushtetit të fuqisë që me anë të erës lëvizte brenda ditës atë që do të bonte udhtim për një muaj. Ja kishte nështruar Zoti ato që i bëjnë sytje botës shejtanët e xhint, ja kishte nështruar i madhi Zot. Ato që u përgjigjeshin dhe i bëshin punët që duhet i lejtë të lirë tjerët, pastaj i prangoste ato që nuk e bëjnë punën siç duhet. Kush mund t'ia shpjegojë Zotin e gjithësisë më mirë se sa Sulejmani alayhis salam, ose se sa pejgamberi jon që shkoi natën e Miraxhit, apo se sa Musa që i foli Zotit drejt për drejt, apo si Khalilullah Ibrahim alayhis salam që thot Zoti ja treguam atij madhështinë e qejve dhe tokës, apo si Isa alayhis salam që i thot atij që është i vdekur çou dhe ai u çonte në vend. Kush mund të shpjegojë sundusin suprem të universit më mirë se sa këto pejgamberë? Dhe Belkisa tha si tjetë ajo, po nuk e përmbajti do vëlla veten e saj, thote, çfarë ndodh, si mundet froni im tjetu sa e kuptoi që është ajo, po në mënyrë diplomatike e tha shumë bukur përgjigjen. Dhe ndarkët pasaj mbasi bori shëtitjen e madhe, kishte edhe isprovë më të madhe se sa kjo. Shkon dhe hyn pallatin mbretëror. Pallati mbretëror vëlla kur hyshe tek dera poshtë, rriste lumi, ishte ujë i bukur, peshqit, zbukurimet nga të gjitha anët, vetëm kishte një problem vëlla. Që qelçi që ishte vendos që të shkoje nga dera deri ke Sulejmani ishte i padukshëm. Kawarir quhet, qelç i mrekullueshëm i bukur, po nuk u dukte. Syri nuk e kapte, ajo aty ishte. Dhe ato ishin dhe të zgjuar, i tha, shko tani ke mbreti takoje, sa ai nuk e njifte për pejgamber. Dhe ajo ngreti pak fustanin e saj mbretëror, pra se mbretëreshët kanë pasur në fuston gjatë vëlla. S'kam lexuar në një histori mbretëresh me minifund vëlla. Ishte me rroba të gjata të mira vëlla, me nderu veten e vet. Kështu ka qenë gjithmonë. Femrat sa më të larta nuk e kanë vlerësuar veten me qenë si objekt pasioni. Ka vlerësuar veten si njeri, si çdo zoti ta vlerësojë një femër veten e saj.
por nga që mendoj se nuk e kuptoj që është qelq, mendoj që kanë bërë një zbukurim po shpak ujë. Dhe ngreti thot pak fustanin e saj që mos lagej, dhe pejgamberi i madhit Zoti flet atje nga froni. Tha Belkis mos ki merak, sepse ajo është një qelq që nuk duket me sy, pa ajo është mbrojtës për të ecurën tënde. Dhe me turp Belkisa e ul pak sa e kishte ngretë ul fustanin e saj dhe shkon ke pejgamberit madhit Zot. Simas edhe Biblës vëlla kanë bëj bisedë të nivelit shumë të lartë. Belkisa e pyeste dhe ai jepte përgjigje me urtësi. Di çfarë i thot Belkisa në fund? Kjo është në Bibël. Tha o Sulejman, më kishin treguar për diturinë tënde, por tani që të takova, ajo paska qenë më e madhe se që më kishin informuar mua. Dhe filloi t'i tregoj kush është dallimi i adhurimit diellit me adhurimin e Sundusit Suprem. Po ka i diçka vëlla, këtë duhet ta themi me shumë seriozitet. Është tjetër gjë vëlla kur s'ke arrit asgjë në jetë dhe do t'i shpjegosh njërit Zotin. Po i ka vëlla thot se s'ke bo asgjë, se ngele gjithë jetën parazit. Dhe është tjetër gjë kur ke arrit në jetë edhe flet me kompetencë kush është Zoti. Je bo shkencëtar, je bër një njeri suksesshëm në fushën tënde që je, ke bërë gjëra të mrekullueshme, ke studiuar mirë, ose ke krijuar një zanat i cili je i dobishëm për njerëzit. Dhe mbasi të shikojnë që feja të paska dhënë dritë edhe ke ecë në jetë, atëherë mund të flasësh për Zotin. Dhe Sulejmani fliste, po ajo kujtote arshin që ja ka marrë në çast, kujtonte qytetërimin e madh që gjeti atje, kujtote që desh me kalu dhe u turpru se kujtoi se ishte ujë, edhe nuk e shikonte dot qelçin që ishte i padukshëm. Dhe di çfarë thot në fund vëlla, inni aslamtu ma'a Sulejman lillahi rabbil alamin. Tha o Sulejman, ty Zoti shpërbleft, ne kemi qenë dhe përpara kësaj në rrugë drejt në logjik, por ishim kushzu nga dielli që ne adhuronim. Po unë tani bindem bashkë me ty që Zoti im është Allahu, Zoti i gjithësisë. Edhe bëhet vëlla muslimane. Dhe shiqysh Zotit, bëhet musliman gjithë populli sebes. Dhe Sulejmani mendohet, kjo është në Bibël, që martohet me Belkisën. Dhe shiqysh Zotit vëlla me herën që kishte, brenda ditës shkote edhe ke Belkisa, ishte edhe mbretërinë e vet, që në atë kohë ishte vëlla në Jeruzalem, ku është edhe Mesjidul Aqsa. Mesjidul Aqsa është vendi ku ka qenë pushteti i madh i Sulejmanit alayhi salam, e cila në atë kohë kur ka qenë ai dhe gjatë gjithë kohërave të botës nuk ka pa toka njeri më me pushtet, njeri aq të mirë me atë pushtet të madh dhe njeri aq drejtuar në rrugën e Zotit, dhe vetëm në atë kohë ka ndodhur që çdo popull që komunikonte me Sulejmanin bëheshin vëlla musliman. Kjo është kjo është ajo që na ka mësuar i madhi Zot. Domethënë e kam shiju kaq shumë, inshallah. Dhe shpresoj që dhe njerëzit ta kenë shiju aq shumë. Do ta vazhdojmë pak Sulejmani si shkon deri në fund situata, apo do ta lejmë për sot se do kemi inshallah zësmuemi më, do kemi podcastin tjetër. Po është gjinaf se qeshia mbitor është kur Belkisa bëhet muslimane, megjithëse mbretëresh po e zgjuar, e bukur dhe e sinqert, mjafton mendoj për sot që ajo pranon Islamin edhe bashkë me të dhe populli sebes. Ka të disa momente, siç kam pyetur mund të ose troje Dauti, patjetër. Edhe Sulejmanit, se nëse Dautit ka pas një veçori me engjëllit, e Sulejmanit është vdekje patjetër. Ka vetëm një diçka, kur vjen puna tek Dauti dhe vjen puna tek Sulejmani, Sulejmani përmendet më shumë Kur'an. I ka dhënë pushtet më madh. Ama libri i zbritit Dautit. Jo, nuk është përmendur më shumë, me emër me kështu është përmend Dauti alayhis salam më shumë me emër, sepse është nga pejgamberët që i zbriti Zeburi, por është si puna e Jusufit. Po ta shikosh për shembull, Jusufi përmendet shumë se historia e tij është shumë e bukur. Ka të bëjë dhe konteksti që përfiton shoqëria sot nëpërmjet historisë një pejgamberi. Ne kemi pas historinë e Jusufit dje me Bilalin namaz natë, na ka myt, na ka knoq. Edhe unë kam pas dhënë namaz natë po në shtëpi. Jo, ti ke qenë smun. Jo, si ishte smun, e kam lexuar për qevin tim në shtëpi. Dhe më pëlqen më shumë kur falem në shtëpi se kam mundësi ta lexoj edhe ta kuptoj. Kështu që inshallah. Nuk i kam ndjek nuk i kam ndjek domethënë komentet, nuk e di domethënë domethënë gjatë gjithë kohës. Na kanë thonë në gjë për natën e kadrit, kjo është qershia mbitor të këtyre ditëve.
Komente pas mi pas shumë, se tani që e pash unë, po shkoj drejt fundit, po nuk u shkoka. Zoti ja shpërbleft. Kam pa ndër, dita e parë në 10 ditë në fundit, thot, në ëndër, një borë duke rënë dhe një ndjesi e bukur paqe ku më binte në trup si pupule, nuk kisha ftohtë. Një zë më tha, sot është nata e Kadrit. No. Për i bjen 21, ja? 21. Allahu ju shpërbleft, thot, sa bukur i tregon historitë dhe juve Zoti ju bekatoft. Sot njëri thot, te ku thot, s'po duket se është drejt për drejt për Zotin, e më drejt për drejt, një po ta çoj dorën kështu, s'kam ku të bëj më drejt për drejt se kaq. Elmira thot, do i madhi Zot jemi të devotshëm e të pastor, ashtu si çdo vetë Allahu më dhënueshëm. Inshallah Zoti. Njëra kërkon temën e Atidjes alayhis salam. Sa kemi sabah? 25. Sot do na bësh një dua. Po inshallah. Kaminiu Allah na përshëndesin. Sot do t'i kërkoj edhe në ditë të vazhdimit, nëse do jesh mirë me shnet, do t'i kërkojmë duat se. Po inshallah ndashti modhi Zot. Se jo, po këto duat tu kanë dhe i privilegj në krahasim me duat për shkak që janë në xhami, se në xhami për shkak që 20 minuta me Bilalin na udhën një çik komod. Po Kurse këtu jo, elhamdulillah, se edhe aty i bën, po këtu janë më komode. Gjithsesi cili është ke celulari, është duke një gjuhë, duke shiu këtu ul, ngrem durët. Ne vërtet është vëlla. Një 23 ka mendime vëlla që japin. Alhamdulillah, inshallah Zoti vëlla. Se mbyllni thot pa historinë e Jusufit, me thonë drejtën vëlla kur po e lexoja. Që po e lexoja për qef vet. E thash, sot sikur po e lexoj për herë të parë është. Po. Perl shumë është urtësi pafund ka. Sonte ka qenë natë Kadri, mendon një vëlla nga vëllezërit e motrat që na dëgjojnë. Sa më shumë ju dëgjoj, thot, një mesazh vëlla. Qëllimi që edhe ne kemi për veten tonë dhe për sa më shumë ju dëgjoj, aq më madhështore dhe e bukur më duket feja islame. Është vëlla, disa ka të bëj forma se si shpjegohet. Është ne do më na hap plag. Po, tamam. Na fol diçka për natën e Kadrit, inshallah kur ta fillojmë rast që kalon, që vjen inshallah ndashti madhi Zot. E dim që jemi shumë të mirë. Për ato që janë jashtë Shqipërisë, edhe këtë duhet ta shpjegojmë vëlla, për ato që janë jashtë Shqipërisë, ka filluar Ramazani thot me datë 18 dhe i bie që është 24 sot, është e vërtetë. Pra Arabia Saudite ka filluar një ditë para dhe për ato është 24, për ne është 23. Prandaj i sugjerojmë vetes tonë dhe të gjitha ato vëllezër dhe motra që na ndjekin që të japim hakun 10 netësh të fundit që të jemi brenda gjithë kësaj situate, dhe ishte gjë shumë e mirë. Prandaj alhamdulillah, po historinë e Musait thot, janë të vëmendshëm vëllezërit e motrat, se kemi thënë që historinë e Musait, unë mendoj që duhet fillojmë historinë e Musait. Edhe historia e Musait është tani historinë e Musait e historinë e Jusufit. Unë jam për të Musait. Po mirë, po sigur ti pyesim njerëzit çfarë thon. Po mirë, në rregull. Çin mendoni historinë e Musait apo të Jusufit, se me që pas ka lexuar dhe tani shpejt Jusufin mund t'i marrim dhe emocione. Zoti më ka pëlqyer shumë, për Zotin. Vendosni, jo, e blem kështu. Pa pastërti tani se jemi live. Ç'a do jenë komentet? O historinë e Musait ose historinë e Jusufit? Për Zotin e madh, ju jeni vendoseni vetë në komente. Shkruani Musain apo Jusufin alayhis salam. Dhe neve nesër përgatitemi mbas të komenteve tuaja. Musain, Jusufin. Musain, që e ka Isain thot dikush tjetër. Kemi këto dyja, o Musain alayhis salam ose Jusufin alayhis salam. Un kam 3 komente, të 3 thon Musain. Musain i 4. Musain, po Musai është
Shku një desi gjura, thot Jusufin, sepse është djali im, është e ka emrin. Ja, mirë, mashallah. Ke konflikt interesi, nuk të merret komendi possible. Më mirë se hoxha se di asnjë thot. Mirë, kjo është përgjigje, kjo është përgjigje bukur islame. Jo, Musait është Musain janë më shumë. Po dhe unë kështu e pas kam tu. Dhe unë e kam shumë pasion valla. Musai. Po, E pash, do të thonë drejtën valla. Historinë e Musait, gjithë Musait, subhanallah. Po, është, me thonë drejtën, është 167 herë në Kur'an përmendet emri Musait. Ua, historia e Musait, vetëm Musai. Edhe se kemi trajtuar, unë mos gaboj. Musai, pra. Allahu Akbar. Edhe nuk e kemi trajtuar, apo jo? Ka të shkruajnë të dyja, po kismet. Mi, normal. Ua, Musain. Subhanallah. Bëjmë la dua? Ore, këtu janë gjithë Sulejmani dhe Belkisa në komentere. Po ju jeni të mrekullueshëm dhe do ne I tregoni të dyja. Po padëm ko po. Jo, po niveli diplomacia niveli të lartë. Niveli ka shku lart. Po zoti, po kështu na duan, Ju jeni të mrekullueshëm. Po ju e keni mundsinë sot dhe fuqinë dhe energjinë t'i bëni të dyja, mashallah. Zoti është problem, gjigant të fare. Mashallah. Në I dua tash edhe para se me shkru dhe të mbylles edhe ne duhet me ta kapim sabah. Inshallah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalu salati wa atammu taslim ala nabiyina Muhammad alayhi salam. Falënderimet nga thellësia e zemrës janë për të madhin Zoti qofshim atij fal. Përshëndetje mbi pejgamberin Muhammad alayhi salam. I madhi Zot, fuqiploti, drejti, I larti, Ti që pushteti I çdo gjë është në dorën tënde. Ti që na krijove neve nga barqet e nënave tona, na dhurove jetën I madhi Zot qofshim fal. Ne I fal gjinafet të gjitha në këtë muaj të mallnueshëm të Ramazanit. Na bën neve nga njerëzit e përkushtuar në rrugën tënde. Na fal neve, familjet tona dhe gjithë ummetin e pejgamberit Muhammed alayhis salam. I madhi Zot, I cili në dorën tënde është I gjithë pushteti, Zoti I mallnueshëm, të qofshim fal, na I fal, mëshiro, ndero baballarët edhe nënat tona. Ato që I kemi në këtë botë I madhi Zot, qofshin kujdesin tënd. Dhe ato që kanë ardhur ke madhështia jote siç do të vim të gjithë. Ndriçoja shpirtin atje ku e kanë, o Zoti I mallnueshëm. E ku ka më shpresën këtë muaj të mëshirës të mëshirohen të afërmit tanë që kanë udhëtuar për në botën tjetër. Zoti I madh të rinj dhe të rejat, arsimoj, bëjt moralshëm, falje dhe mëshiroj. I madhi Zot fëmijët tanë që po rriten, qofshin kujdesin tënd. Bëj ato dietar, shkencëtar, hafiz Kuranit, famlar dhe ruaj ato I madhi Zot nga çdo e keqe. Të lutemi o Sundjuesi suprem I këtij universi, Zoti jon I dashur. Na mundsot vdesim me fjalën La ilaha illallah. Dhe në çastet I madhi Zot që do ndodhi për gjithë secilin prej nesh atëherë kur ti do t'ja japësh urdhrin. Na mundso o Sundjues I gjithësisë që shpirtin kur ta japim ti t'jesh I kënaq me ne. I madhi Zot, në botën tjetër na bashko me Muhammed Mustafa alayhis salam dhe me gjithë pejgamberët e tu. Na bashko Zot me të sinqertët, me dëshmorët, me punëmirët, me njerëzit që ecën me vepra të mira në rrugën tënde, dhe jo me ato Zot që bën dëm dhe zullum ndaj tjerëve dhe u shkatruan. O Zot, ditën e gjykimit na jep librin nga e djatha, na I bë veprat të jenë të rënda në peshore dhe na mundso ta kalojmë sa më shpejt urën e siratit. I madhi Zot na bën neve nga banorët e xhennetit, na ruaj nga zjarri I xhenemit. I madhi Zot, nëse me mëshirën tënde të pakufishme, me kujdesin tënd ndaj krijesave, me përkëdheljet e tuaja për njerëzit punë mirë, na bën nga banorët e xhennetit, na mundso I madhi Zot ta shikojmë bukurinë, lartësinë dhe madhështinë tënde. Ti je më I bukur, më I madh, më I lartë, më I miri. Zoti I mallnueshëm, të lutemi të na furnizosh pa llogari në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. I madhi Zot na furnizo pa llogari në këtë botë dhe në botën tjetër. O Zoti I mallnueshëm, na furnizo pa llogari në jetën e kësaj bote dhe në jetën e botës tjetër. Na jep mirat e kësaj bote
të mirat në ditën e gjykimit dhe fali për indrit tanë në ditë i madhi Zot kur do t'japim llogari. Amin, 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 ja Rabbel Alamin. Allah e shpërblet gjithë që na ndoqën, edhe ty Elvis, Allah e shpërblet për këtë dua kaq ndjeshme. Shihemi në podcastin e radhës me historinë e Musait. Zoti ju rujtë dhe shpërblet. Selam aleikum. Amin.